Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton madhështia e tij të falenderohet. Zoti ynë ty të qofshim falja Allah, mirënjohje pafund për çdo mirësi e begati që falë e dhurove. Të lutemi ja Allah, shtoje mirësinë dhe begatinë tënde për gjithë secilin prej nesh. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Udhëzoje dhe drejtoje mendjet tona, zemrat tona, shpirtrat tanë ja Allah për tek më e mira, më e bukura në rrugën tënde, në rrugën e njerëzve të mirë. Ti je udhëzuesi. Atë që ti e udhëzove, nuk ka kush ta devijojë nga rruga jote. Ai i cili nuk është udhëzuar ende, kush mund ta sjellë në rrugën e mbarë përveç teje ja Allah. Thot Zoti në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Sikur banorët e popujve ose kombet e ndryshme të tokës të ishin besimtar, njerëz të mirë, të drejtë, të raporti mirë me Allahun xhaleshanu, dhe të ishin njerëz pozitiv, njerëz që bëjnë mirësi, njerëz të devotshëm, njerëz që nuk bëjnë hile, nuk bëjnë intriga, njerëz që jetojnë në paqe dhe në harmoni me Zotin e tyre, me njerëzit e tjerë dhe me mjedisin, njerëz që marrin përsipër detyrat e veta, ato që kanë, që i takojnë dhe ato që i ngarkohen dhe i bëjnë me përkushtim dhe amanet, i bëjnë me korrektesë. Njerëz të cilët i din hakun edhe detyrimet që kanë ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj gjithë shoqërisë në cilën jetojnë. Njerëz që nuk mundohen që të përfitojnë edhe të tjetërsojnë hakun e tjetrit dhe ta marrin me të padrejtë, por se i bëjnë hizmetin asaj që i ka dhënë Allahu xhaleshanu, me hallallik jetojnë. Nëse do të ishin të tillë, thot Allahu xhaleshanu, banorët e popujve dhe kombeve, ne do t'i hapnim atyre bereqetet nga qielli dhe nga toka. Subhanallah, çfarë premtimi prej Allahu xhaleshanu. Fjala berekat, fetahna alayhim berekat, është numri shumës i fjalës bereke, mirësi, bereqet, begati. Dhe bereqeti është vazhdimësia e përkujdesit dhe vazhdimësia e begatis dhe mirësisë hyjnore për diçka. Thotë Ragibul Asfahani, thotë kur ta shikosh thotë që dikush i vjen mirësia Allahu xhaleshanu andej nga duke pret, i shtohet mirësia dhe bollëku, i shtohet bereqeti. Pra ti punon diçka, por të vjen më shumë se sa punon. Se tillë është begatia e Allahu xhaleshanu, thotë që kur don Zoti me të përfshijë me mirësinë dhe me begatinë e tij, nuk e kupton se nga të vjen mirësia dhe begatia. Ajo nuk mund të kontrollohet, është e pakontrollueshme. Ti e pret që të vijë një mirësi këtej, Zoti të hap edhe 3 dyrë ose 4 dyrë tjera ose edhe shumë dyrë tjera. E nëse do të ishin, thotë, banorët e kombeve, popujt e ndryshëm, me këtë profil siç tham neve, me këto karakteristika, njerëz të mirë, në parim me Zotin dhe me të gjithë tjerët, Allahu xhaleshanu do t'ia hapte rrugët e furnizimit dhe të begatisë dhe të mirësisë që do ta shikonin vetë me sytë e vet, do ta preknin vetë, ashtu siç thotë pra, nga nuk e presin nga dyret e qiellit edhe nga dyret e tokës. Sot me lejen e Allahu xhaleshanu flasim pak disa aspekte të vogla nga historia e një profeti të madh, siç ishte Nuhu alayhis salam. Paqja e Zotit qoftë mbi Nuhun dhe mbi të gjithë profetët e tjerë të Allahu xhaleshanu. Profeti i madh, babai i dytë i njerëzimit, profeti i urtë dhe i duruar, njeriu i durueshëm në rrugën e Zotit dhe në këshillimin e njerëzve, në misionin hyjnor që i ngarkoi Allahu xhaleshanu për të përmirësuar dhe për të rregulluar sa të mundet, megjithëse në një shoqëri të kalbur, megjithëse në një popull që ishte i degraduar totalisht, ai vazhdonte me qetësinë e tij, me durimin e tij, me butësinë e tij, me një lidhje shumë të fortë me Allahun xhaleshanu dhe nuk lodhej në rrugën e Zotit xhaleshanu dhe shpresonte shumë që njerëzit të kthehen në rrugën e Allahut, që njerëzit të kthehen tek e mira, nga të lejnë intrigën, të largohen nga intriga, nga e keqja, nga mashtrimi, nga pislliku, nga zullumi, e të kthehen të bëhen njerëz të mirë, pikërisht për këtë që tham neve, që Allahu xhaleshanu t'ia shtojë edhe më shumë begatinë dhe mirësinë, e të kenë vazhdimsi edhe të trashëgohen në tokë, ashtu siç i takon njerëzve të mirë.
Nuhu a.s. kishte edhe një veçori vëllezërit e mi dhe motra muslimane. Si që tregohet, a i sa herë që zgjoj, ose sa herë që flinte, sa herë që hante ose pinte diçka, ose vishte rrobat, ose kur hynte, kur dilte, në gjithë lëvizjet e ditës dhe natës ti, a i e falendronte shumë Zotin për mirësitë dhe begatit. Ka njerëz cilët janë shumë të begatuar nga Allahu xhaleshanu. Ka njerëz që janë më pak. Nuk është çështja çfarë ke ti si begati me e krahasu me tjetrin. Çështja është sa e ndjen ti që ti je mirënjohës ndaj Allahu xhaleshanu për ato që të ka dhënë. E Nuhu alayhis salam ishte njeri falëndërues dhe mirënjohës ndaj mirësive të Allahu xhaleshanu, saqë Zoti e përmendi në Kur'an dhe tha: "Innehu kana 'abdan shakura." Ai ishte njeri mirënjohës dhe falëndërues. Subhanallahu, çfarë vlerësimi për Zotin e gjithësisë, për një njeri të dashur edhe të përkushtuar të Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu e dërgoi Nuhun alayhis salam tek populli i tij. Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kjo ka qenë thirrja e çdo profeti. Kjo ka qenë piknisja e ftesës së çdo profeti. Besoni Zotin një, e vërteta absolute. Gjëja e parë prej tij erdhi gjithçka. Ai krijuesi i universit, ai është që solli në ekzistencë gjithçka, është ai që na fali gjithçka dhe kujdeset për gjithë secilin prej nesh, ai që furnizoi e dhuroi, ai i cili vuri rregullat dhe ligjet e natyrës. Allahu xhaleshanuhu njishi i pari çdo gjëje, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Besoni Zotin. Allahu xhaleshanuhu na tregon neve tek historia e Nuhut alayhis salam se si ai i fliste natën edhe ditën, lini hilet, lini pisliqet, lini korrupsionin, lini mashtrimet dhe të gjitha llojet e tyre. Bëhuni njerëz të mirë dhe besimtar. Se Allahu xhaleshanuhu juve do t'ju bëj yursilis samaa aleikum midrara. Do t'ju lëshoj bereqetin e shiut pra, nga qielli. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dhe do t'ju shtoj juve pasardhësit e trashëgimtarët. E do t'ju japi juve, do t'ju furnizoj me pasuri, do bëheni të kamur dhe do të bëheni njerëz të fuqishëm. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, duke i tregu nëse bëhen njerëz të mirë si shtohet bereqeti dhe begatia Allahu xhaleshanu. Juve Zoti do t'ju japi prej mirësive dhe begative nga toka dhe nga qielli. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Çuditëm me ju, si juve nuk i kushtoni madhështinë dhe nuk i jepni madhështinë që i takon Allahu xhaleshanu, Zotit qiejve dhe tokës. Wa qad khalaqakum atwara, ju krijoi juve me faza, ashtu siç e ka përshkruar Allahu xhaleshanu në Kur'an dhe sot e ka vërtetuar edhe shkenca, me faza. Në barkun e nënës krijohet njeriu fazë pas faze. Në një kohë përshkruajti Allahu xhaleshanu në Kur'an kur nuk dieshin këto gjërat cilat u pan dhe u vërtetuan nga shkenca, me përpikmëri të plot, subhanallahu el-azim. Kur e dëgjon ose e lexon për herë të parë, thua pse Nuhu alayhis salam i ka hyrë kaq thellë bisedave me popullin e tij, duke i thënë atyre që unë nuk dua shpërblim për jush, unë nuk dua asnjë pasuri për jush, unë nuk dua asnjë privilegj për jush, unë nuk du pozicion për jush, asgjë, nuk du të më ktheni në këmbim diçka, unë du vetëm thjesht të mirën tuaj që juve të udhëzoheni dhe të orientoheni tek e mira, tek rruga e Zotit. Thu, pse insiston tek ai shumë? E Allahu xhaleshanuhu neve na e tregoi po në Kur'an, sepse hutimi, verbimi dhe llumi në cilin ishin zhytur populli i tij ishin aq të thella, dhe ishte në nivele të frikshme. Shi si thot Allahu xhaleshanuhu: "Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana." Ndërkohë që ky i fliste për madhështinë e Allahut me fakte dhe me argumente, dhe ata i preknin argumentet që i sillte, i shifnin vetë gjëra konkrete. E suportonte Allahu xhaleshanuhu me argumente dhe fakte të qarta. Ato i thonë, nuk na dukesh vetëm se njeri si puna jonë. Fillonin talleshin me të. Pra, ti ishe profet, pse duhet jesh si ne? Ti duhet jesh i veçantë. Fillonin duke bërë pra njeriun që tallet.
Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i. Ajo që po shohim neve ti nuk po tërheq elitat, nuk po tërheq njerëzit e zgjuar dhe të mençur, nivelin dhe standardin. Ti po tërheq njerëzit e thjeshtë, je shumë poshtë, do ta ngresh pak nivelin dhe standardin. Subhanallah. Wa ma nara lakum alejna min fadl. Dhe neve nuk shohim se ju keni ndaj mirësi ndaj nesh, pra nuk çfarë interesi kemi neve, çfarë përfitojmë neve po të bëhemi me juve. Subhanallah. Pra ata çdo gjë, gjithçka e lidhin me interesin e ngushtë të tyre, me pozitën, me pasurinë, elita drejtuese të asaj kohe. Derisa deshën ta komprometonin Nuhun alayhis salam. Dhe i thanë, po thanë, neve vim me ty, largoj këto të varfrit që keti me vete dhe të vim neve. Pra, imagjino sa hileqar, edhe një mirësi, thanë, po e dim që ti ke një mirësi, që ta ka dhënë Zoti xheleshan, dhe pranonin, por këtë mirësi që ke, hajde bashkohu me ne dhe ta përdorim ne prap, që të sundojmë këto dhe të përfitojmë neve prap në kurriz të mirësisë që ka dhënë ty Allahu xheleshanu, po prap për të konsoliduar gjërat e veta dhe interesat e veta. Allahu Ekber. E Nuhu alayhis salam i thoshte, nuk du më as pozitë, nuk du as parë, as i qëmë, nuk du as i vlerësim, po e keni për veten e juj, ma e kuptoni, dhe jo pak, por i ka thirrë për një kohë të gjatë shumë, Nuhu alayhis salam me durim, me shpresën se po kthehen. Me shpresën se po kthehen tek Allahu xhaleshanu. O vëllezër, kur e keqja bëhet trend, ai që ka arrit diçka, në jetën e tij, mendon se kjo pozitë që ka nuk arrihet dhe nuk ruhet vetëm se nëpërmjet pislliqeve dhe rrugëve të këqija dhe të shëmtuta dhe rrugëve të poshtra. Prandaj dhe ata ju kishte fut e keqja në shpirt dhe në gjak dhe rrinin vetëm tek e keqja, duke u tallë me profetin e Allahut dhe duke u bë gjë normale ajo që i fliste për premtimet e Zotit xhaleshanuhu. I than, largoj ata dhe të vim neve, po desheti. E në momentin që Nuhu alayhis salam nuk e pranoi këtë ofertë komprometuese, ai i thot, qale ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat alaykum. O popullim, a kuptoni nëse mund ka dhënë Allahu xhaleshanu një mirësi dhe juve nuk po e kuptoni, nuk po doni ta shikoni atë mirësi që ju ka ardhur prej Zotit xhaleshanu nëpërmjet meje. Zoti po ju flet juve drejt për drejt, Allahu don me ju udhëzu, Allahu don me ju fal, Allahu don me ju begatu, me ju ashtu mirësinë. Këta nuk donin ta hiqin mirësinë ke e keqja dhe ke pislliku, nuk donin mënyrën se si e sjell Zoti, po mënyrat e veta ileqare dhe pisliqet që bëjnë, po shtërsit që bënin vetë me rujtë dhe me konsoliduar në kurriz tjerëve ato mirësi që kishin. Enulzimukumuha wa antum laha karihun. Aty ja japim me dhunë neve, aty ja imponojmë neve mirësinë, po nuk kemi mrasimjet me ju adhon me dhunë, kur juve nuk doni ta pranoni mirësinë e Allahu xhaleshanu. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala. O popullim, nuk du pasuri. In ajriya illa ala Allah. Sepse shpërblimi nëse e marrë du prej Allahut tim, Zotit xhaleshanu. E unë thot nuk i përzej këto që juve doni ti përzini. Sepse ato do të takojnë një ditë Allahun xhaleshanu. O popullim, thot, me yansuruni min Allahi in taratuhum. Kush do të ndihmoj mua para Allahut xhaleshanu nëse unë i përzej ato? Rruga është rruga e Zotit, nuk është e imja. Mesazhi është mesazhi i Zotit, udhëzimi është udhëzimi i Zotit. Zemrat i kanë dorë Allahu xhaleshanu. Ftesa është e hapur për të gjithë. E janë të gjithë juve. Kush dëshiron, le të futet në rrugën e Allahut xhaleshanu. Wala aqulu indi khazainullah. Unë nuk them që kam depot e mirësisë Allahut xhaleshanu. E nuk di të fshetën unë se çfarë fshihet në të ardhmen, unë nuk e di atë, e din vetëm Allahu xhaleshanu. Dhe nuk them që unë jam angel. Unë jam njëri i thjeshtë, siç më thoni edhe juve, patjetër. Wala aqulu lil ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra. E si mund të them për këto që juve i përçmoni dhe i nënblefsoni që janë të udhëzuar, s'ka për t'i dhënë mirësia Allahu atyre, t'ja mbyll derën e mirësisë Allahu xhaleshanu atyre? Të gjithë vëllezër e dim se si përfundoi historia e Nuhut me një katastrofë globale. Por ajo që desha të ndalem unë, që më ka bërë shumë përshtypje,
është një lutje që Nuhu a.s. pas një kohë të gjatë, shumë të gjatë me popullin e tij. Nuhu a.s. i drejtohet Allahu xhaleshanuhu dhe i thotë: "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Ky njeri i duruar, ky njeri i mirë, ky njeri i urtë, ky njeri kaq i përkushtuar ndaj amanetit që kishte dhe ndaj popullit tij, vjen momenti dhe i lutet Allahu xhaleshanu me një dua e cila dridh zemrat edhe shpirtrat. Rabbi inni maghlubun fantasir. O Zot, unë jam i mundur, ndaj ti triumfoja Allah. Subhanallah. Çfarë lutje e cila e shkon zemrën? E cila e shkon zemrën? Çfarë mund ta ketë çu një profet urtë edhe durimtar që t'i lutet Allahu xhaleshanu për rrugën e tij, për fenë e tij, në këtë lloj lutje? Sa i madh mund këtë qenë zullumi dhe refuzimi i një populli dhe tallja e një populli që ta çojë profetin e Zotit xhaleshanu dhe të lutet me këtë lutje. Rabbi inni maghlubun fantasir. Kjo nuk është veç mëkat. Kjo nuk është veç refuzim. Ajo që bëri populli i tij ka brenda mendjemadhsinë, ka brenda vetëpëlqimin, ka brenda një afrim shumë në distancë të afërt me të vërtetën, duke i prek mirësitë edhe begatitë e Allahu xhaleshanu dhe argumentet e Zotit, dhe duke i refuzuar në formën më të keqe tallëse, dhe duke sfiduar të vërtetën, duke sfiduar fuqinë e Allahu xhaleshanu dhe duke ju kërcënu profetit Zotit, siç thot Allahu xhaleshanu. Thot, ata i thon Nuhut a.s. Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin. O Nuh, nëse ti nuk mbaron me këto muhabetet e tuja, ke për ta pa që neve ty do të gurzojmë, pra do të vdesim duke gjujt me gur, subhanallahu, do të marrim jetën. Ndërsa në ajetin tjetër, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fati bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. O Nuh, mjaft na lodhe me debatet e tuja. Ka ardhur koha na e sill premtimin e Zotit, pra atë dënimin e Allahut, nëse ti je i vërtetë dhe i sinqert në ato që thu. Na e sill dënimin e Zotit, tashi thon. Na e sill dënimin e Zotit, subhanallah. Subhanallah, çfarë sfide për një profet i cili i parashtron Allahu xhaleshanu dhe i thot në një moment shumë të përshpirtshëm dhe për zemër, thot: Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Një gjoni profetin e Zotit: O Zoti im, siç e ke pa dhe ti o Allah, unë thot e ftova popullin tim natën edhe ditën, pra nuk ka pushim 24 orë. Ku t'jetë nevoja? Po, i flasim, hajde shkojmë i tregojmë. Ku është nevoja? Flasim për argumentet e Allahu xhaleshanu. Ka nevojë diku, ka kush më ligjon? Natën në 2 natës me fol për Zotin xhaleshanu dhe për të vërtetën, inshallah e tërheqim njerëzit tek e mira. Imagjino se çfarë përkushtimi. Thumma inni da'awtuhum jihara. Unë ata i thira haptas. Wa alantu lahum wa asrartu lahum israra. Gjithashtu edhe fshetas edhe haptas në çdo kohë dhe në çdo moment, o Zoti im. E i thash atyre që nëse juve i ktheheni Allahu xhaleshanu, Zoti do t'ju falë mirësinë dynja dhe në ahiret. Derisa ishte përgjigja e popullit të Nuhut ajo që ishte. E Allahu xhaleshanuhu neve na tregoi këtë lutje, pra kaq të ndjeshme për një profetit madh. Rabbi inni maghlubun fantasir. O Zot, unë jam i mundur, prandaj ti triumfo. Nuk thot më ndihmo mu, po triumfo ti. O Allah, nuk kam më fuqi, nuk kam më, jam i dobët, nuk kam më mundësi ta ndihmoj rrugën tënde dhe të vërtetën, ndaj triumfo ti për rrugën tënde, ja Allah, ndaj njerëzve tuaj. Lusë Allahu xhaleshanu të na falit, na mëshiroj, amin. Në këtë lutje ka 2 aspekte o vëllezër. E para, e kam gjetë tek shumë nga dietarët e Islamit dhe shumë njerëz cilët e kanë provu. Këtë lutje jo më kote shënoi Allahu xhaleshanu në librin e tij në Kur'an. Është një lutje e vyer, është një lutje e cila i bën punë kujtdo që është në një siklet ose është një ham, ose është në një situatë të vështirë. Rabbi inni maghlubun fantasir. O Zot, sidomos
kur tu ka bo pa drejtësi ose kur tu ka shkele drejta jote nga dikush dhe nuk ka zgjidhje, i ke tentu të gjitha zgjidhjet dhe të ka ngel vetëm dera Allahu xhaleshanu, sidomos në 1/3 e fundit natës. O Zot, unë jam i mundur nga e keqa, nga zullumi, nga padrejtësia, ndaj ta lash ty në dorë, o Allah, triumfoti, subhanallah. Provojni këtë lutje o vëllezër, kush ka diçkash prej hakut për të marrë, edhe e shef që nuk e gjen hakun nga dikush që është mizor ose zullumqar, luteni Allahun xhaleshanu dhe keni për t'ia parë frytet e kësaj lutje, derisa t'ju hapi Allahu xhaleshanu rrugë zgjidhje nga problemi ose nga sikleti që keni. E dyta, ki kujdes vëlla ime dhe motra ime, kur mos e thyej një zemër ose një shpirt, kur mos e poshtro dikënd, mos e shkel dikënd në dignitetin e tij ose në karakterin e tij, në jetën e tij, në njerëzillikun e tij. Sidomos atë që kujton se e ke poshtë vetes, edhe mundesh nga çdo anë, edhe e ke të paketuar, nuk ka ç'a të bën asgjë. Edhe të shkosh e ti hysh në hak, duke i marrë pronën, duke i marrë pasurinë, duke i marrë nderin ose dignitetin, duke i prek gjakun me të padrejtë, ose duke shpif për te, e duke i saju muhabete, sot është bogullaj në rrjetet sociale, udh njoni i gjohë dhe të gjithë, gati, shqyqyr, ja, doli edhe ky, pas ka qenë edhe ky pisanjos, pas ka qenë edhe ky i poshtër, pa u vërtetua si gjohë, thjesht, udh diçka. E fillojnë problemet pastaj për njeriu, subhanallahu el-azim. Subhanallahu el-azim. Njerëz pa përgjegjësi, të cilët mund të prekin këdo, edhe mund të flasin për këdo. Pasha Allahun ka Zot lart. Nëse je mundu me verifiku edhe me pa që tjetri, domethënë nuk ka problem, pse duhet me shpërndat keqen, apo me zi pret se e ke zemrën të keqen, edhe me zi pret që dali e keqa për dikë ta suportosh, subhanallah. Edhe ta ndihmosh të keqen, vallahi, kini frikë Allahun xhaleshanu. Kini frikë Zotin xhaleshanu dhe mos i hyni në hak askujt, sepse vallahi do ishte shumë më mirë që tjetri për aq sa i hyn hak, të hakmerrej, edhe të merr të hakun, se sa të lej Allahun xhaleshanu dhe të thotë Rabbi inni maghlubun fantasir. O Zot, jam i pafuqishëm ndaj filanit që më ka bë mu padrejtësi, ndaj ta kam lënë ty në dorë, ti triumfo Allah dhe ti merre hakun tim. O Zot, ti që ngritet dynjan mbi drejtsinë tënde, qejtë dhe tokën, ti që je garantuesi i drejtësisë absolute, bëu i drejtë ja Allah edhe në hakun tim, edhe veje drejtsinë vend subhanallahu el-azim. Jakubi alayhis salam thuhet 40 vjet ka ndenjur i verbuar. Dhe imagjino, i lutej Allahu xhaleshanu dhe i falej Zotit derisa një natë lutej dhe i thot Allahu xhaleshanu me shpirt, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Atë që thot Zoti në Kur'an. O Zot, unë trishtimin tim, pafuqinë time, ja parashtroj Allahu xhaleshanu. Kur falej natën thot, o Allah, thot, a nuk e mëshiron moshën time të thyer? A nuk e mëshiron pafuqinë time? O Allah, a nuk e mëshiron gjendjen time? Derisa Allahu xhaleshanu i ka kthy përgjigje dhe i ka thënë, o Jakub, me këtë lutje, pasha krenarinë dhe madhështinë time, pasha pozitën që kam ndaj krijesave të mia, sikur i vdek ishte Jusufi alayhis salam, do ta ngjallja për ty, subhanallah. Ka njerëz cilët me fjalët e tyre, me lutjet e tyre i godasin edhe i trokasin dyert e qiellit, edhe ngjiten lutjet e tyre tek Allahu xhaleshanu. Sidomos atij që ju ka bë padrejtësia, që i dhëm edhe i therr zemra dhe shpirti për padrejtësinë që ju ka bë. E Allahu xhaleshanu ka marrë përsipër që ta ndihmojë atë që i bëhet padrejtësinë derisa të kthehet haku, sa i është Zoti i drejtë dhe i plotfuqishëm. E lut Allahun xhaleshanu që të na falit, na mëshirojë. O Zot, ty lutem ja Allah. Na largon neve zemrën edhe mendjen nga padrejtësia, nga zullumi, nga hilja, nga mashtrimi, o Allah, që janë rrugët e shejtanit mallkum. Dhe na kthen neve zemrën gjithmonë edhe shpirtin ja Allah për tek e bukura, për tek e vërteta, për tek e mira, të hallalliku, o Zot, jetojmë me dinjitet si besimtar të mirë edhe të pastër, ja Allah, siç i ka hije një besimtar, o Zot, na bëj neve për i dashurve tu. O Zot, na bëj neve për atyre të cilët fitojnë dynjan edhe ahiretin. O Allah, ti ai i cili ngren edhe ul, ti ai i cili, o Allah,
i krenon njerëzit ose i poshtron ata. Ti je ja Allah i cili jep furnizim ose ndal furnizimin tënd për gjithkënd, ja Allah. Ndaj të lutemi ty, o Allah, shtoj mirësitë dhe begatit tënde, o Allah, për gjithë secilin prej nesh. O Zot, kush është sëmur, shëroje. Kush ka halle probleme, ja Allah, lehtësoja që ti zgjidhje dhe jepi rrugëzgjidhje, ti je ai që ke në dorë gjithçka. O Allah, ty të lutemi, ata cilët ende nuk kanë fëmijë, pajisi edhe furnizoj me fëmijë të hajrit, ja Allah. O Zot, ata cilët kanë hallë dhe siklete, o Zot, lehtësoja dhe jepi rrugëzgjidhje. O Allah, ata cilët kanë mëkate dhe gjunahe, orientoj për rrugën tënde. Ata cilët pendohen, ja Allah, pranoja pendimin dhe fali dhe mshiroj dhe pastroj nga mëkatet, ja Allah. Mos dalin për kësaj xhumaje, ja Allah, vetëm se me lutjet pranuar. Amin, amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju shpërblet.